Në vazhdim e intervistave të kandidatëve për kryetar komunash, sot në Gazetën Nacionale e kemi të ftuar zotrin Shaip Surdulli nga radhët e LDK-s. Zoti Surdulli po kandidon për kryetar të komunës së Kamenicës. Mirë se erdhët, zoti Surdulli. Mirë se u gjej. Faleminderit. Se fillimisht deshta t'ju pyes, domethënë si po ecën fushata deri më tash. Pra, çysh është disponimi i qytetarëve në Kamenicë prej asaj që ke mujt me vrejt deri më tash? Mund të them që fushata po ecën deri dikun, për shkak se numri i banorëve është zvogëluar, një ndër arsye që nuk ka aq njerëz, sidomos nuk ka të ri sa duhet. Unë jam mësuar me pas masovitet edhe gjatë kohës kur jam zgjedhur kryetar, 2000, mandej 2002, mandej 2009, edhe në zgjedhjet që jam kandidu për kryetar 2013-2017, gjithmonë ka pas masovitet madh, kurse tash nuk vrejet që ka ndonjë masovitet, jo vetëm te ne, por edhe të subjekte tjera politike. Edhe te kandidati vetëvendosur që është aktualisht kryetari i komunës, domethënë nuk ka aq pjesëmarrje në për aktivitete në për fushata e tjerë. Deri më tash sa keni mujt me vrejt, sepse paraprakisht ju i keni pak a shumë disa rezultate që i deni prej terrenit, prej punës në terren gjatë fushatës, i merrni do rezultate paraprakës. Çysh është disponimi, çysh po qëndron LDK-ja në Kamenicë? LDK-ja më herët nuk ka qëndruar mirë, domethënë deri para se me fillue aktivitetet zgjedhore, por me rastin e kandidimit tim, elektoratit të LDK-s edhe anëtarëve të LDK-s në përgjithësi edhe qytetarëve të komunës, besoj që ju ka kthyer një shpresë që me kandidimin tim mund të arrijmë qëllimin që ta zëvendësojmë kryetarin aktual Kadir Rahimaj. Po, apo ka qytetarë që janë të pakënaqur me severisjen e deri tanishme, që tash veç po e mbështesin LDK-n, nëse keni mujt me vrejt? Ka shumë raste që janë pakënaqur, për shkak se me siguri do të kemi rastin me folë më detajisht, pse janë pakënaqur. Ka shumë qytetarë në përgjithësi që janë pakënaqur me qeverisjen aktuale. Po, për gjeneratat e reja, domethënë për ata që nuk e dinë, ju keni qenë më herët në udhëheqje të komunës Kamenicës. Çka ju bindi arsyet për me kandidu prap? Vërtet kam qenë 11 vjet në 3 mandate kryetari i komunës Kamenicës deri në vitin 2013. Andaj më kandidu prap 2013, 2017, kom arrit deri në ballotazh me një numër mjaft të madh të votave, por nuk kom arrit që të fitoj përsëri, derisa në zgjedhjet e vitit 2021 nuk jam kandiduar për shkak se ishin 2 herë që nuk arrita mu bë kryetar edhe po është arsyeshme që mos kandidohen në 2021. Kështu që kanë kaluar 4 mandate apo 12 vite që nuk jam, domethënë, kryetari i komunës, dhe pas kësaj kohe, duke përcjell gjendjen komunën e Kamenicës me një trend, mund të themi negativ, kom pat arsyeshme që të kandidohem, të marr forcë, të marr kurajo, të marr guxim, edhe besoj që kom i arrit qëllimit. Për shkak se kom përvojë, edhe niveli i shkollimit është më i madh, kom bashkëpunu gjithmonë, kam qenë afër qytetarëve, edhe pse s'kam qenë kryetar, kam qenë shumë afër qytetarëve, në çdo herë në kontakt, kom jetu edhe jetoj në fshatin Karaqive poshtme, edhe gjatë mandatit që kom pas për kryetar, por kom vazhdu aty me jetu edhe pas mandatit kryetarit. Po, zakonisht tash është bo edhe trend, domethënë kandidatët për kryetar komuna nganjëherë po dalin që nuk jetojnë fare në ato komuna. Çysh e vlerësoni ju? Po, këtë vlerësoj si dobësi, për shkak se kandidati për kryetar duhet me qenë banori përhershëm i asaj komune. E jo mos me jetu aty, ose me ardhë prej ndonjë komune tjetër, mu kandidu në atë komunë, për shkak se ai që nuk jeton aty, nuk jeton për ditë me banorët e asaj komune, nuk mund të jetë i njohur me problemet që i kanë qytetarët. Kurse unë që edhe më parë edhe vazhdoj me jetu në këtë komunë, jam plotësisht i njoftuar
se çka i mundon, çka i prekupon qytetarët më shumë ti. Po. Gjatë kësaj kohe edhe në 2021 që nuk keni kandidu për kryetarit komunës, e keni pas besoj kohën edhe kohë e mjaftueshme, po mendoj për me reflektu edhe me pas se çka po i mungon qytetarëve, çka po i preokupon, cilat janë problemet kryesore aktualisht në Kamenic që ju keni mujt me identifiku. Po, me keqardhje ende vazhdon me qenë mungesa ujit si problem mjaft kyç. Shumë lokalitete edhe qytete nuk kanë ujë mjaftueshëm. Janë rregullu disa rrjete të ujësjellësve, por ende nuk janë funksionalizuar. Domethënë për me pas ujë në fshatrat Rogan, Hodonavc, Muçevërc, Dajkos, Novosel, Shqipashnice e Poshtme. Këto janë bërë rrjete të ujësjellësve, por nuk janë ende funksionale. Këto projekte kanë filluar qysh në mandatën që e kom pas 2009-2013 dhe ende nuk janë realizuar plotësisht. A jeni të informuar pse kanë stagnuar këto projekte? Kanë stagnuar për shkak se natyra projekteve ka qenë me pjesëmarrje të komunës apo të qytetarëve apo të qeverisë. Kështu që ne i patëm filluar këto projekte, u patë punue në hapin e puseve, rregullimin e bazenit për marrjen për furnizimin me ujë. Mirë po, gjatë mandatit 2013-2017, që ka qenë kryetar Begzat Senani, ai fare, domethënë nuk ka lëviz për realizimin e këtyre projekteve. Mandej gjatë mandatit qendronit është punuar deri dikon, por jo sa duhet. Edhe gjatë mandatit të fundit të Kadri Rahimaj është vazhdu me punë, nuk janë bërë disa punë profesionale, ka probleme edhe ende qytetarët nuk janë të furnizuar me ujë. Po ashtu ka rrjete të ujësjellësve në Petrovc, që rrjeti është, por nuk është gjetë ujë, domethënë. Në Karaçev të epërme po ashtu rrjeti dhe bazeni janë rregullu, por nuk është gjetë ujë. Më thënë, këto janë probleme që edhe në Kamenic kanë pas mungesë të ujit. Po, a është pak absurde në vitin 2025 prej përshtypjes të ujit, në 2025 të banorët me u përballë me mungesë të ujit? Po, është absurde, po për fat keq kjo është një problem kyç. Mandej ka edhe mungesë të infrastrukturës tjetër, siç janë të rrugëve, edhe pse mjaft shumë rrugë është arrit me ushtru me asfalt në përfshatra dhe gjatë mandatit që e kom pas më dhe i ka vazhdu. Kjo më pak domethënë është një problem, por problem tjetër është edhe derdhja e ujrave të zeza, direkt në lum. Në asnjë vend nuk ka impiante për punimin e ujrave të zeza, por ato derdhen. Ne kemi parapa një projekt më serioz, që nga të gjitha anët e komunës sonë, si nga Kamenica, si nga Karaçeva, nga Hogoshti, të përcillen ujrat e zeza deri në një fabrikë apo në një impiant që përfundon në fshatin Domorovc, ku aty parashojmë që të përpunon, të filtrohen ato ujra, para se të derdhen në lumin Morava që shkon për Bujanovc. Po, çështja e impianteve, a është diku në projekt, a ka qenë edhe më herët sipas informacioneve tuaja, apo mendoni me inicu si projekt? Vetëm janë përmend, kurse nuk ka qenë asnjë projekt, nuk ka pas konkrete. Sepse për shembull impiantet në Gjakov, në Prizren, do të thotë e kanë zgjidh goxha një problem të madh, edhe pse e trajtojnë vetëm dikon 30%, 35% të ujrave të ndotura. Mesatarisht dhe më thonë e ka zgjidh një lloj problemi pak të qytetarëve, por nuk është përfshi gjithë rajoni. Ne nuk kanë pas as projekte, por ne parashojmë që ta bëjmë projektin gjatë mandatit tashëm edhe të kërkojmë ndihmë apo financim nga Unioni Evropian apo Bashkia Evropiane për shkak se nuk lejohet ujrat e zeza me dalë me një lum që kalon në një shtet tjetër. Dhe besoj që kemi me has mirë kuptim edhe me financu këtë projekt voluminos. Normalisht, po kthehemi pak tek qeverisja aktuale në Kamenic, do të thotë gjatë mandatit fundit e ka udhëheqë vetëvendosja me kryetarin Kadri Rahimaj. Cila është përshtypja juaj, domethënë çka keni mujt me vrejt gjatë qeverisjes së tij, ku ka stagnuar, cilat janë kanë pikat kyçe ku ju nuk pajtoheni me qeverisjen e tij? Gjatë kësaj qeverisje ka pas mjaft buxhet të alokuar nga qeveria e Kosovës.
për shkak se tyrat komunale janë të vogla, janë rreth 1.100.000 euro apo 1.200.000 euro, që shumë pak janë më të mëdha se sa në vitin 2013 që e kemi lënë atëherë. Atëherë kanë qenë tyrat komunale rreth 800.000 euro. Edhe pse ka pas buxhet mjaft të madh, për shkak se qeveria Kurti ka dallu 4 komuna që i ka udhëheq vetëvendosja, edhe komunën e Kamenicës, por nuk është frydzuar, nuk është menaxhuar si duhet ky buxhet. Për shkak se shumica projekteve që ndoshta kanë fillu, ato nuk janë realizuar fare. Siç është shkolla Fanoli në Kamenicë, çerdha fëmijëve në Rogan, një urë në Hodënac. Mandej ka disa rrugë që vetëm kanë fillu me u asfaltu në Malsi, ka disa rrugë që janë kontraktu, është edhe në shkrimi i kryetarit aktual Kadri Rahimaj, por nuk kanë filluar me u asfaltu. Këto do më thonë janë edhe projekte... janë me buxhet mbi 1 milion euro. Por fatkesisht kemi edhe kontrata një burimore me mbi 1 milion euro, që këtu thjesht, domethënë ka vend për keqpërdorim, për dyshim për keqpërdorim. Kemi edhe kontrata mbi 1 milion euro që janë kontraktu rrugë më shtrejt se sa që kanë qenë ofertues më të lirë. Këto dallime janë mbi 300.000 euro apo mbi 200.000 euro. Ka shumë projekte, të gjitha ato i kam, kështu që muj me thonë që nuk është menaxhu sa duhet buxheti. Po ashtu, çdo punësim gati ka qenë duke shique njerëzit a janë në këtë subjekt politik të vetëvendosjes apo jo. Edhe nuk ka pas mundësi gati askush me u punësu nëse nuk është deklaru se i takon vetëvendosjes. Punëtorët të administratës komunale nuk guxojnë me u lajmëruar fare se kanë ndonjë përcaktim tjetër politik. Domethënë janë krejtësisht duke punue jo vetëm të administratës, po edhe të arsimit, të shëndetësisë dhe në përgjithësi janë krejtësisht në heshtje për shkak se frigohen me dhanë përcaktimin e tyre politik, ashtu që as nuk guxojnë me dalë as në aktivitete partijake të subjekteve politike që garojmë, për shkak se nuk është vetëm Kadri Rahimaj, por ka edhe kandidat tjerë si Qamone, edhe të tjerët që po garojmë për me udhëheq komunën. Megjithëse të mbështetje edhe vetëvendosja ka ardhur në udhëheqjet e Kamenicës duke proklamu një qeverisje të mirë, e ka pas mbështetjen financiare pastaj edhe prej nivelit qendror. Gjithë kjo që apo thoni, do më thonë të qënë tek keq menaxhimi. Cila është oferta juaj për qytetarët me 12 tetor? Do më thonë, cilat janë objektivat kyçe drejt cilave keni me punu, edhe që i premtoni qytetarëve që me juve si kryetar do të realizohen? Po, ne pikërisht pretendojmë me zaventësue këtë kryetar aktual, edhe me njerë pas fillimit mandatit do të ndërtojmë një këshill të drejtorëve profesional. E jo sikurse që ka ndodhur jo profesional me shkollë të mesme, edhe gjatë këtij mandati që po lëm, edhe në mandatin e kaluar ka qenë e fjalën një drejtor i komunitetit Tram me shkollë të mesme, të mjekësisë. Na nuk kemi vrejtë pse ka qenë i komunitetit Tram, po ka pas njëti komunitet me fakultet ekonomik e tjerë. E njëti u zgjedh drejtor, po thoni? Atëherë ka qenë drejtor me shkollë të mesme, drejtor i buxhetit me shkollë të mesme të mjekësisë. Po, a mundim me përmend për këmë po bëhet fjalë? Sonki kanë thonë, në menija më sonki kanë thonë, nuk kam ndonjë urrëtie ndaj atij komuniteti, por pse bashkë është marrë me shkollë të mesme që s'merr Përgatitja profesionale nuk ka përkushtuar pozitën, po. Edhe gjatë këtij mandati që e lam, ka pas drejtar, domethënë jo profesional. Ne domethënë do ta ndërtojmë një këshill drejtorëve profesional. Mandej ka plot punëtorë të cilët marrin paga edhe nuk punojnë asgjë. Ata do t'i sistemojmë, do t'ia gjejmë domethënë vendin që e meritojnë. E jo me ngarku buxhetin e komunës pa nevojë. Mandej do të kushtojmë rëndësi të veçantë arsimit. Kemi pas probleme jashtëzakonisht të mëdha në arsim.
duke i renovuar si mas nevojës shkolla, duke i pajisur me kabinetet informatikës, teknologjisë informative edhe pajisjeve tjera. Do të ndërtojmë edhe sallat e sportit për gjimnazin e Kamenicës, mandej në Topanic. Punëtorët arsimor do të trajnohen vazhdimisht. Në lamin e shëndetësisë ka shumë ambulanca shëndetësore të cilat nuk funksionojnë. Edhe pse përpara kanë funksionuar, por me vitet e tëra ato janë mbyllur. Vetëm punon ambulanta në Kamenicë, në Rogane dhe në Hogosht. Ka mungesë stafit apo? Po, jo, kryesisht janë të grumbullum, punëtor shëndetësor, mjekët, motrat medicinale, teknik medicinal, janë të grumbullum në këto 3 qendra, në Kamenicë, në Rogane dhe në Hogosht. Ata duhet të shpërndahen edhe ta kryjnë punën e tyre edhe në teren. Mandej, sa i përket zhvillimit ekonomik edhe punësimit, kjo është një problem shumë i madh që e prekupon komunën tonë. Ne do të bëjmë shumos që ta ngrismi pak zhvillimin ekonomik, duke bëj investime në infrastrukturë, në turizmin malor, mandej do t'japmi prona pa kompenzim. Do t'ja ofrojmë infrastrukturën rrugore, trymës, tojit e tjerë, gjithë investitorëve të mundshëm, qoftë vendor, qoftë edhe nga diaspora, apo ndërkombëtar, që kanë mundësi me investu në komunën e Kamenicës, edhe ka parakushte, ka domethënë vene të lira, ka fuqi punëtore, ka edhe të ri që janë gatshëm me punu, por ne do t'i kushtojmë garanci po ashtu edhe të rinjve, duke i themelu 3 qendra të teknologjisë informative në Kamenicë, në Korretinë edhe në Rogan, ku me buxhet komunës do t'i paguajmë stafin e mbajtjes së kurseve për të rinjt, që të rinjt tanë të aftësohen edhe në të ardhmen të punojnë online nga Kosova, e jo vetëm fizikisht të ikin edhe të largohen nga Kamenica dhe nga shteti jonë. Mandej, jetën kulturore do ta begatojmë, për shkak se ka shoqëri kulturore artuese që kanë funksionuar përpara, por tani nuk funksionojnë. Po është Dardana Albana, po ashtu klube sportive të futbollit. Ka disa që kanë funksionuar përpara, tani nuk funksionojnë, siç është Kaolini në Karaçev, Bashkimi në Korretinë, derisa vetëm 2 klube sportive janë aktive në komunën e Kamenicës, Kitka, Augustit edhe Dardana e Kamenicës. Do të kemi përkujdese më të madhe edhe ndaj pensionistëve, ndaj familjeve të dëshmorëve, ndaj veteranëve të luftës. Do ta kemi një mjedis më të mirë, duke i mirëmbajt lumejt, për shkak se është një shembull shumë i keq që ka ndodhur që lumi i Kamenicës ka qenë jashtëzakonisht i punu mirë, domethënë shtrati i lumit, por ndërkohë është shkatruar për shkak se nuk është mirëmbajt. Do t'i pastrojmë edhe varrezat nga komuna, e jo ky me qenë problem i banorëve të lokaliteteve. Do t'i mirëmbajmë edhe parqet në Kamenicë dhe në Rogane, në Topanicë, vende tjera, si dhe lapidarët që nuk mirëmbahen nga komuna, edhe vetëm nga njerëzit vullnetar që e shohin gjendjen e keqe të tyre edhe her pas here i mirëmbajnë. Por këto do të me pas trajtime drejt për drejta nga qeverisja komunale. Po, përmendët më herët zotin Begzat Sinanin, unë deshta më pyet çfarë përshtypje keni tash që ka dalë publikisht me mbështet Qendron Kastratin nga anën e fundit. Po, Begzat Sinani ka qenë kryetari komunës vitin 2007-2009, mandej 2013-2017, ku kemi qenë mjaft kundërshtar politik mes veti, por megjithatë, domethënë kemi raporte shoqërore, kemi vazhduar me raporte shoqërore mes veti, edhe ai 2013 fitoi, domethënë deri në 2017 e la subjektin e tij politik PDK-n dhe duhet me përkrah kandidatin Qendron Kastrati. 2021 u kthy edhe përkrahi Kadri Rahimin. Të dytë ata
nuk bënin kur gjë për atë njeri, cili megjithatë ju ka ndihmuar për me ardhur në pushtet, as nuk e në gjendje një punësim, sa do ku do m'ja bë. Por tash, prap i njëjti, ka dalë edhe po përkra kandidatin Qendron Kastrati. Domethënë ju ka kthyet atit parit që ka përkra, s'ka bë kur gjë, derisa të dy këta, edhe Qendroni edhe Kadria, folin zi e mazi për atë njeri. Mu vje keq që këta kanë lujt me dignitetin e tij, për shkak se mas pak të është dashur me sistemu dikon e jo me lon një ish kryetar me nejt, domethënë më ende pa punë edhe më ende rrugë. Frondim, po. Ashtu përderisa po të frondim. Kur e përmendet Qendron Kastratin, ka qenë koza temë problematike dhe u diskutu goza shumë, pjesa e gjatë qeverisës tije, patnis të më thanë reformën, ka qenë mbështetur edhe prej lëvizjes vetëvendosje, derisa zgjedhej me u tërhek me dalë me u largu prej vetëvendosjes, mas ne të më thanë pat kundërshtar edhe prej partisë të tij, ish partisë. E patnis reformën arsimore, do më thanë me i mbyll disa shkolla në fshatra, me sa kom kuptu, për me i koncentru me disa shkolla dhe me pas ma shumë nxanca, në mënyrë që me organizu një transport komuna, publik, në mënyrë që pej fshatrave mos me shku 2-3 fëmijë për shembull në një shkollë, po me shku tek bashkëmoshatarët e tyre në shkolla ma të mëdha dhe me pas ma shumë nxanca. Çush e keni vlerësuar ju si të reformë dhe kam qenë rrjedh të këtij procesi, edhe pikërisht Qendron Kastrati pa të kërkuar edhe për krajën time për zbatimin e kësaj reforme, mirë po që në fillim i kom thonë që kjo është çështje e ndihshme me mbyll shkollat, pavarësisht se sa është numri i nxansave të tyre. Mandej ai ka provuar, ka zhvilluar një lloj fushate në për lokalitete, edhe ka lansuar këtë ide, këtë projekt, por në asnjë vend nuk është përkrah. Çdo kon është kundërshtu, saqë ka pas rast edhe që nuk ja kanë dhënë mundësinë edhe më ul edhe me shpjegu se çka po pretendon ai, çfarë reforma po pretendon. Ai nuk ka qenë informuar sa duhet me gjendjen në komunën e Kamenicës, për shkak se është lindë edhe ka jetu në Prishtinë, gjithsesi në Matiqan. Tash pas 4 viteve prapë është kthyer dhe është kandidu për kryetar komune. Edhe e ka nis një projekt të parealizueshëm. Domethënë që s'ka gjetë për krahje. Ndoshta edhe vetë po thotë jo mashtrua prej vetëvendosjes, për shkak se ata të njëjtën ide kanë pas, por ai mandej dul prej subjektit të tij, edhe mandej u kundërshtu ashpër. Edhe unë kam qenë kundërshtar i ashpër i kësaj ideje, asaj reforme ta quajmë, për shkak se nuk ka qenë reformë me mbyll shkollat. Deri dikon në disa lokalitete që ka pas pak nxënës, ka ndoshta deri dikon kuptim. Por edhe aty nuk është dashur me mbyll, për shkak se pas mbylljes së atyre shkollave ka ndodhur shpërngulje masive. Aty tash as ka nxënësa as banor, si në Desivojce, në Tugjevse dhe Poliçke. Ka banor që pastaj mas mbylljes së shkollës kanë dalë prej fshatit, kanë dalë domethënë në qendër diku. Jo shpërngul për shkak se nuk kanë dashur fëmijët e tyre mu maltretue me transport jo adekuat, rruga nuk ka qenë asfaltuar për Desivojce, Trstenë e tjerë. Dhe me një fëmijë të vogël prej Trstenës me bartë në për një rrugë pa asfaltuar me një mjet transportues jo adekuat në Shqipashnicë të epërme, nuk kanë leju prindit edhe është shpërngul. Por, as ma keq veproj në disa fshatra ku kishte mbi 100 nxënës, si në Karaçet poshtme, në fshatin ku jetoj edhe tani une, në Shqipashnicë të poshtme, në Busavat, në Kopernicë, edhe në Petrovsk. I mbylli domethënë shkollat që numërojshin mbi rreth 100 nxënësa. Edhe aty, domethënë, e mor edhe goditjen më të madhe edhe në zgjedhjet që ishin. Kjo është shkaktari kryesor, po ndohet që i hupi zgjedhjet. Edhe vetë ka pranuar që po mos kishin qenë, domethënë, këto fshatra, unë me siguri do të kisha fituar. Ashtu është deklaruar, por me të vërtet e pa sjell komunën e Kamenicës në një gjendje shumë të keqe, edhe ma merr mendja se ka gjuna ai për çdo orë të humbur të fëmijëve që i kanë humbur nga 1 vit e 2 vite mësim. Se unë jam me profesion doktor i matematikës edhe
komponue gjatë edhe në proces arsimor dhe e kuptoj çka do të thonë me humb nxënësin 1 orë të mësimit. E mos flas me javë, me muaj edhe me vite. Po, do të thotë qëndrimi juaj është kundër kësaj reforme. Çfarë ka menduar me shkollat aktuale? Mas së voni, nëse edhe mirët në një vendim nga niveli qendror, nga Ministria e Arsimit për reforma, duke i fuzionu nxënësat që kanë më pak shkollat që kanë më pak nxënësa. Në komunën e Kamenicës, ky veprim duhet më marrë mas voni, për shkak se jemi zonë kufitare me Serbinë. Dhe çdo mbyllje e shkollës ndikon drejt për drejt në shpërnguljen e qytetarëve të asaj zone kufitare, edhe dihet çfarë dëmi, është me u shpërngul njerëzit prej zonës kufitare, si të Karaçevës, Desivojcës, mandej të Busavatës, të Gjevësit edhe fshatrave tjera. Do të thotë me çto shkolla tash që janë aktuale, a kanë më renovu, a ka ndodhur për shembull renovime tek pjesa e ngrohjes, mënyra që ngrohen, ka pas shkolla domethënë më herët që nxej ende me dru. Jo, edhe unë e kam lënë mandatin për çdo shkollë ka pas nxemje qendrore. Ndoshta për me përjashtim ndonjë shkollë në Malsi ku ka qenë numri nxënësve më i vogël, edhe sasia druve ka qenë ma letë e qasshme, për ndryshe gjitha shkollat e vendeve të rrafshta, fshatrave të rrafshta, kanë qenë të pajisura me nxemje qendrore dhe me kushte të volitshme për mirëmbajtjen e mësimit. Po. Një problematik tjetër, do të thotë që e kemi vrejtë na si gazetar kur dalim në teren në Kamenicë ose fshatrat përreth për problematikat ndryshme të banorëve andaj, është edhe problemi i shpërnguljes. Do të thotë qytetarët shumë ndoshta çdo e dyta familje e ka dikon që tash ka dalë jashtë vendit. Domethënë çka është ideja ose plani juaj për me ndryshu diçka që këta të ri mos me ik, mos me lëshu vendin edhe me ik ose jashtë vendit ose me arë në komuna tjera më të mëdha ku ata po gjejnë mundësi punësimi, mundësi shkollimi dhe gjithçka tjetër. Një masë e madhe shpërnguljes ka ndodhur edhe para luftës, më përpara edhe kushtet kanë qenë të mërshme në fshatet e Malsisë, edhe mandej ka vazhduar shpërngulja e familjeve tona, sidomos nga fshatet e Malsisë, por për fat keq po ndodhen shpërngulje edhe tani, duke lënë fshatin apo edhe qytetin e Kamenicës, duke shkuar në Prishtinë, në Gjilan apo ndonjë vend tjetër, por tjetër shpërngulje apo largim apo zbrazje të banorëve të komunës Kamenicës po ndodh nga familjet aktuale, duke synuar një jetë më të mirë në perëndim, sidomos në Gjermani, mandej ka shpërngulje edhe në Francë, në Kroaci, ndoshta edhe në Serbi shkojnë me gjetë në një punë pak më të mirë, por reflektohet edhe të bizneset ekzistuese, si të ndërtimtarisë, si të gastronomisë e tjerë, dhe kjo është një trend shumë, domethënë negativ, që na jemi thellësisht të preokupuar, edhe çka mund të bëjmë që ta kthejmë vëmendjen, të kthejnë njerëzit edhe të gjejnë mundësi punësimi në komunën e vet apo në përgjithësi në Kosovë, për shkak se kjo nuk është dukuri vetëm në Kamenicë, por në Kamenicë është më e dukshme. Domethënë edhe jashtë po dalin, edhe po heken, po largohen prej Kamenicës në qytete tjera, si në Prishtinë, Gjilan e tjerë. Dhe ne do të mundohemi me bë, domethënë çdo gjë që është e mundshme, duke bashkëpunuar edhe me diasporën, me faktorin ndërkombëtar, me organizata të ndryshme, edhe me qeverinë e Kosovës, edhe institucione tjera, që të krijojnë vende të reja të punës, që të rinjtë tanë mos të shiqojnë perspektivën vetëm duke u largu, por edhe duke qëndruar në vendin e vet. Po. Cilat kishin me qenë objektivat kryesore t'juja, domethënë në momentin që kishit marrë mandatin si kryetar? Cilat janë problemet kyçe, cilat ju mendoni që duhet zgjidhje urgjente për to? Thash në ndërtimin një administrate pikëpare për shkak se pa një udhëhec, pa një udhëheci të mirë nuk mund të ketë rezultate.
Mandej do të punojmë, si që përmend edhe më përpara, për lëmin e arsimit, që arsimi të jetë sa më cilësor, për lëmin e shëndetësisë, mandej për pensionistët, për reaktivizimin e jetës kulturore, sportive dhe trinisë, duke hapë qendra të komunikimit, të informatikës, qendra edhe rinore, edhe në përgjithësi besoj që do ta rikthejmë përsëmari komunën e Kamenicës edhe një herë. Po, për qytetarët që jetojnë atje, banorët, ose edhe na që kemi shku me raportu për atje, ka pas disa problematike me projektet që u nishin edhe nuk kanë përfundu. Do thot, spari me sheshin në Kamenicë, e di që ka qenë procedurë tepër e zgjatun, janë ndru kontraktorët, a e dini çka ka ndodhur dhe pse shkon çka procedurë çdo gjithmonë me ngjecje? A është keq menazimi prej komunës? A ka ndonjë autoritet, do të thotë komuna që mundet, a është një afat i caktuar kur duhet me përfundu punimet? Njëjtë ka ndodhur me këto pritorët për stacionet autobusave, ka ndodhur e njëjta. Do të thotë kur nuk kemi përfunduar 100% punë, kanë mbet 70%, 80%. Ka edhe shumë projekte tjera, si thash, ka shumë rrugë që janë kontraktu, nuk kanë fillu fare dhe ato janë kushtueshme me mbi 1 milion euro. Tani punohet më tepër për asfaltimin e disa rrugicave, sa më marr ndonjë votë më shumë. Sa i përket sheshit, me të vërtet ka filluar qysh mandatin e qendron Kastratit, edhe ende nuk po përfundon. Aty s'di çka po ndodh. Herë heken do pllaka, jo vendosë, njës ko kanë vendosë marë, do të mi hek, mi vendosë marë, ka pas ritenderime, 2-3 kompani aty kanë marë punë dhe nuk di detajisht, por punë nuk kanë shkue, do më thonë, kur fare, edhe është shumë keq që një projekt pak ma serioz, si që është rregullimi i sheshit në Kamenicë, me u bo, do më thonë, me u zvarit atë shumë. A keni informacion tash a ka përfundu komplet, se s'kom qenë mujve të fundu? Jo, ende punohet. Vazhdimisht. Që ke dëm edhe buxhetit komunës? Buxhetit komunës edhe lëvizjes qytetarëve, do më thonë, nuk janë të lirë me komuniku. A kishit me rishiku çdo kontrata kur të vini nëse zgjedhni kryetar? Gjithsesi, se unë do më thonë, jam dioni edhe ka bazë për rishikim të kontratave dhe kom i shiqu jo vetëm për sheshin, por edhe për shkollën Fanole, për qerdhen e fëmijëve, një hodanoce, disa rrugë, edhe ato do të vazhdojnë nëse janë rregull. Kurse do të rishqyrtohen nëse është bën ndonjë anashkalim apo ndonjë keqpërdorim, që unë besoj që ka pas, dhe më thonë, keqpërdorime, derisa ka pas kontrata një burimore, mandej kontrata mbi 300.000 euro ma shtrejtë se sa ofertuesi ma i lirë, e tjerë. Dhe më thonë, ka shumë çka të punohet, por besoj që me fillimin e mandatit edhe me kalimin e kohës do të rregullon këtë çështje. Zoti Surdulli, a jeni të hapur për me mbështet ndonjë parti tjetër nëse nuk arrihet suksesi maksimal, a kishit bashkëpunu me dikën prej partive apo i keni qëndrime të krejtë ndryshme? Jo, ne mendojmë që mujmë me bashkëpunu, përveç për fatkeq me qëndronin nëse ai e mban ende idenë e reformave dhe vazhdimin e mbylljes së shkollave sipas tij. Domethënë, pa ato reformat mund të bashkëpunoj edhe me qendronin, edhe me kadrin, edhe me të tjerët. Do më thonë, nuk jam që nuk mujmë bashkëpunu me të... Jo, nuk kam vijat kush që s'kam arsye me pas. Krejt për fund, Zoti Surdulli, cilat janë pritshmëritë e juaja për zgjedhjet e 12 tetorit? Unë jam duke punuar me përkushtim të madh që të arrijë në ballotazh. Nuk pretendoj që me dal pa ballotazh, apo ndoshta edhe që me dal i pari, por për mua, për momentin është e mjaftueshme me dalë në ballotazh me ndonjë kandidat tjetër dhe mandej do gjejmë bashkëpunim me të tjerët që nuk dalin në ballotazh edhe do të fitojmë. Po më duket mjaft modeste kështu se zakonisht thonë unë kam e fitu pa ballotazh, që ka një farë vetbesimi. Jo, jam i provuar më përpara. E di që shkoj, po disa kandidat të ri po mendojnë se çdo gjë që shihet edhe fluturohet. Zoti Surdulli, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi me zhvillu këtë debat.